po nuk u pat kujdes, do nxitet e tërë rruga respiratore, duke përfshirë dhe muskrit. Dhe në tilla raste duhet pasur kujdes. Dhe sidomos një shenjë që jo më larg se sot e dëgjova, më solli një zonjë bashkëshortin dhe shumë vigjilente ajo tha, unë jam mësuar, tha, dhe sa po dëgjova fiskëllimën, tha të shkojmë për njerë tek doktori. Pra ishte përsëritur, e njihte. Kush është kur fillon edhe zbret në mushkri, kur fillon në kolla e thatë persistente, e mundimshme, sidomos në orët e para të mbrëmjes deri dhe në orët e para të mëngjesit, ndjesia jo e mirë e frymarrjes, rëndesa në gjoks dhe fiskëllimat. Gjyshet tona dikur theshin këndon gjoksi. Tu duhet bëhemi shumë vigjilent, se do të thotë që ka filluar të marrë pjesë e tërë mushkria. Fiskëllim do të thotë ngushtim i bronkeve, pasojë e inflamacionit në to, që do të thotë përjedhoj më pak oksigjen në trup, që do të thotë vështirësi në frymarrje. Dhe që të jem edhe i qartë, unë astmën e kam frikë. Astma nuk është një sëmundje e thjeshtë, astma është një sëmundje kur del nga kontrolli që nuk është kollaj ta vësh nën kontroll, kështu që e kam shumë merak këtë pjesë. Pra është një sëmundje që është e vuajtshme apo jo, e mundimshme? Jo vetëm, po su tregove i kujdesshëm mund të marrë edhe jetë.